Lirimi me kushte të dënuarit Alket Rizaj nga burgu i Domokosit është shqyrtuar nga Këshilli Gjyqësor i Kundërvajtjes në Lamja pas ditën e së premtes, 11/4/2025, pas kërkesës për lirim që ai ka paraqitur. Megjithatë, çështja e 47 vjeçarit shqiptar Alket Rizaj u shty për 6 qershor 2025, siç tha për Lamja Report një nga avokatët e tij, Kostas Noases, pasi klienti i tij ishte transferuar përkohësisht në qendrën e paraburgimit Kiria Dalos për një çështje procedurale. Njeriu që kishte ekspozuar sistemin e sigurisë së burgjeve greke duke u arratisur 2 herë me helikopter nga Koriados, hera e parë me Vasilis Paleokostas, është dënuar 2 herë me burgim të përjetshëm, ndërsa dënimet për veprat e tij arrin në 25 vjet. Alket Rizaj ndodhet në burg prej 21 vitesh, që kur u arrestua për herë të parë në vitin 2003, pasi arratisjet gjatë kësaj kohe i lejuan të gëzonte vetëm disa muaj liri. Megjithatë, vitet e fundit, sjellja e tij kishte lejuar edhe të merrte leje nga burgu si në janar 2021, më pas në një zonë të Lamjas, efektiv të policisë së departamentit të veprimit të shpejtë, të cilët po kontrollonin një automjet të dyshimt në të cilin po udhëtonin 2 kriminal, panë të hipur dhe Alket Rizajin, i cili kishte marrë leje ligjore 5 ditore. Hera e fundit që Alket Rizaj ka kaluar pragun e gjykatave të Lamjas ka qenë një vit më parë për të gjykuar nga gjykata e kundërvajtjeve 3 antarësh të Lamjas për armë të improvizuara, armë mbajtje dhe celular që ishin gjetur në qeli. Më pas ai u gjeti pafajshëm.